Pallati i Rinisë u shndrua në shtëpinë e librit, ku u hap edicioni 25 i panairit mbar kombëtar. Botues, autor e dashamir të librit nga gjithë hapësira shqiptare, u mblodhen në një festë që zgjat gjithë javën. Hapja e këtij edicioni jubilar u mbështet nga Ministria e Kulturës, Komuna e Prishtinës dhe Pallati i Rinisë. Në 26 vjetorin e çlirimit të Prishtinës, që e kemi sot, 25 vjetori i panairit të librit. Kjo nënkupton që Prishtina ecën me librin dhe kemi ndërtuar një kryeqytet, një shtet duke ecur në krah me librin. Le ta shfrytëzojmë këtë panair për të gjetur libra që na bëjnë të mendojmë, që na frymëzojnë, që na bëjnë të guxojmë. Le të kuptojmë se përtej çdo teknologjie është libri ai që mbetet gjithmonë tre e mendimit kritik dhe e ndjeshmërisë sonë njerëzore. Panairi i Prishtinës është një hapësirë ku lexuesit tanë takohen me libra të rinj dhe autorët e tyre të preferuar. Me pjesëmarrjen e rreth 100 botuesve nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe diaspora, ky panair është një nga ngjarjet më të mëdha letrare në rajon. Është një panair që ne e presim me shumë kënaqësi, sepse është një bashkëpunim edhe një mënyrë për ta njohur më mirë njëri tjetrin përmes botimeve tona dhe përmes gjuhës që në fund të fundit që na bashkon. Pjesa më e madhe, domethënë, vinë dhe i kërkojnë libra në anglisht, nuk jo domosdoshmërisht nga TikToku apo nga Instagrami, por vinë dhe i kërkojnë duan libra anglisht. A keni libra anglisht? Është pyetja më e përhershme që dëgjojmë, domethënë. Ne përpiqemi që, duke qenë se shtëpia jonë botuese është e njohur për përkthime shumë të mira, ne jemi përpjekur gjithmonë që të vim afër adoleshentëve dhe të gjejmë ata libra që në botë janë aktual. Atëherë, panairi është një mundësi e mirë me shfaq punën e autorëve, punën e përkthyesve, punën e redaktorëve, lektorëve, kështu që është një farë reklame. Është mënyra më e mirë dhe kontakti më i drejt për drejt me lexuesin, sepse përmes librarisë nuk e kemi atë lloj kontakti. Është mënyra më e mirë me promovu librin dhe autorin dhe më e mira me i promovu shkrimtarët debutant, që shpesh kemi, çdo vit e kemi nga një poet ose nga një prozator debutant. Kjo është ngjarja ku kultura shkruan kapitullin e saj më të bukur të vitit. Pjesëmarrje të veçantë pati edhe Uta Ibrahimi, e cila prezantoi librat e saj që lidhen me përvojën e saj në alpinizëm, duke sjellë një dimension unik dhe inspirues në ngjarjen letrare. Është raporт që po marrim pjesë në panair dhe kjo ty falenderu Puzukut, na kanë ftuar me pas një stand këtu. Na i kemi 2 libra, në fakt janë 3 libra, njëna është Coloring Book, libri i parë është Uta Maleve, që kemi botu vitin 2019. Këto libra veç janë për librari, po kemi dashur sot në arë këtu edhe pak edhe me komuniku me njerëz, edhe me bo një ofertë më të mirë, edhe normal është libri i dytë Uta në Sharë, i cili është botu këtë vetë. Promovimin e kemi pas para disa muajve. Po do këtë mirë, hala së mrita me shku me po që normalisht unë çdo vjetë kom ardhë në panair dhe ju mënu që pak të me shudzu këto ditë, pak edhe me ble libra dhe me taku njerëz, edhe pse jo nështë ta mu informu pak ma shumë edhe saj përket aspektit botimeve të reja, etjera. Nën moton Inteligjenca rrjedh nga libri, organizatorët synojnë të dërgojnë një mesazh të fuqishëm se pavarësisht përparimeve të mëdha teknologjike, libri mbetet burimi i vërtet i dijes. Sikundër që për një periudhë të gjatë kohore është pandehur se teknologjia do ta zëvendësoj librin dhe e kundërta ka ndodhur, po njëjtë edhe kësaj radhe vërejmë që ka një interes të shtuar për inteligjencën artificiale, pashmangshëm sepse është një mjet i cili na e lehtëson jetën, por si burim i dijes, si inteligjencës, si informacionit e çka jo tjetër, është domosdoshme ta rikujtojmë burimin qendror i cili formson njerëzit, që është pikërisht libri. E ku më mirë se sa vetë organizimi i panairit. Ngjarja shënoi edhe një sër përvjetorësh të rëndësishëm kulturor, që u nderuan përmes aktivitetesh, përkujtimesh dhe debatesh letrare. Festa e librit në vetvete nuk kupton edhe organizime e aktivitetesh të ndryshme. Gjëja kryesore që ne kemi parasysh gjithmonë shënimi përvjetorëve, të cilët koincidojnë me panairin e librit. Si vjet kemi 4 përvjetor, është 400 vjetori i lindjes së Pjetër Bogdanit, është 200 vjetori i lindjes së Pashkovasës, 150 vjetori i lindjes së Fajkonicës dhe 100 vjetori i lindjes së Martin Camajt.
të cilët shënohen qoftë me ligjerime nga njohës të fushës, profesor letrar, studiues të letërsisë, apo edhe me bashkëpunime, me bashkëbisedime mes njerëzish të cilët i njohin këto figura letrare dhe periudha letrare. Shkrimtar, poet dhe qytetar të shumt ndoqën Panajirin, duke i dhënë ngjarjes një jehon të veçantë dhe duke treguar kështu vlerësimin e tyre të thellë për kulturën dhe letërsinë në Kosovë. Jam ndoshta gazetar i privilegjuar që kam patur fatin dhe rastin ta përcjellja qielën e Panajirit të parë të librit, tash e 25 vjet më parë. Në të përfunduar të luftës ishte një ngjarje e shënuar për kulturën, mbijetesën dhe ngjarja më madhore e Kosovës së lirë. Unë pastaj ndërkohë kam përcjellur me vite Panajirin dhe gjithmonë Panajiri është trajtuar një festë për kryeqytetin. Unë them se e ka tërë fizionominë e vet, edhe është konsoliduar dhe mendoj se kjo formë kështu duhet të ruhet edhe të përcillet. Me duket një atmosferë e këndshme, e bukur për shkrimtarët. Ja vlen të rinj tanë të vinë të vizitojnë, të bëjnë libra, të ikin pak internetit, e të lexojnë pak më shumë, të njihen me shkrimtarët tanë. Vizitorët do të kenë mundësinë të eksplorojnë më shumë se 2000 tituj të rinë dhe rreth 6000 tituj nga vitet e fundit, çdo ditë nga ora 9 të mëngjesit deri në 9 të mbrëmjes, deri me 15 qershor.